meqense ti je poet dhe je një lexues shumë fin, dhe ti thash këto sepse pyetja lidhet pikërisht me fjalën. Si të duket natyra e teksteve që qarkullojnë në hapësirën publike tonën këtu në Shqipëri, të cilat mund të jenë tekste gazetarie, mund të jenë prozë, mund të jenë tekste poetike në këngë, si të duken, sidomos ato tekstet e këngëve, po e bëj më të fokusuar, po them. Pastaj ti mund të flasësh edhe për gazetari, nuk po them, ë? Këtu ku jemi ne është një nga lagjet më të vjetra të Tiranës, do të thosh se në Tiranë si vjetë mysybet. Domethënë tmerr. Edhe në fakt ne duhet ta shikojmë lëngimin e të menduarit ke lëngimi i gjuhës. Për smur gjua, pa janë smur mendimet. Dhe është për të ardhur keq, domethënë që kjo pakujdesi e madhe që duket sikur mjafton të bësh domethënë si rim folklore pa kuptim edhe pa si lloj figuracioni, domethënë të bësh këngë tilla që degradojnë shihet. Po nuk është vetëm kjo, domethënë gjua më thuhet, domethënë madje një nga gjyqtarët më të mëdhenj, domethënë Chomsky thotë që do të helmosh mendimet, helmo gjuhën. Ja ke arritur. Edhe po të shikosh për shembull, dhe politikisht e di që do dalësh aty si gazetar do të pyesësh prapë. Gjithë helmimi i mendimeve ka nga helmimi i gjuhës. Banaliteti fillon nga gjua. Dhe gjua, sepse edhe librat e shenjtë fillojnë me fjalën lexon, nuk fillojnë me fjalën ha. Pra për të kuptuar që sa e rëndësishme është gjua, leximi, fjala. Beson që po themi e gjitha kjo që është e përhapur në mas tani, përmendëm tekstet e këngëve, që është rasti më i thjesht, e ka po themi zanafillën nga njerëzit të cilët duhet na drejtojnë neve? Ja, të dyve pyetjen, domethënë ju them dy vargje që ju thash çfarë. Ktheu në shtëpi më mira, kemi 2 fëmijë, çka ke bënë me ata fare s'do të di. Ç'a kuptoni ju këtu? Se janë tekste këngësh që mos i them më shumë se sa kaq. Unë nuk kuptoj asgjë. Jetën sportive unë e kam pasion, zoti një vajzë bukur mua më ka dhënë. Ku lidhet vargu parë me vargun e dytë? Jo, s'lidhet, se ishte jeta sportive, si lidhet me pjesën e dytë? Logjikisht, ë? Do të thotë që ka vdek gjua. Ne kemi ne më këngë si ato që sot i dëgjojmë me nostalgji, edhe brezi im, po themi që jam 25 vjeç dhe mbas se s'kisha lindur akoma kur ishin publikuar pjesa më e madhe këtyre këngëve të vjetra shqiptare, që sot i dëgjojmë edhe një pjesë janë duke u rikthyer, po i përshtaten pak këtyre shijeve muzikore të kohës në vitet e ardhshme. Shiko, në momentin kur ne jemi në botën e spektaklit dhe çdo njeri mendon se mund të bëjë gjithçka, domethënë e kalon masën dhe pastaj bën nga këto gjëra që nuk shkon te profesionisti, që nuk ti drejtohet atij që e një fjalën, e di fjalën tonë, thotë ai sa të shkojmë e bëj vetë.